إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله falenderimet dhe lavdërimet I përkasin vetëm Allahu të madhëruar, atë e falenderojmë dhe vetëm prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë mbrojtje për Allahut që të na ruaj nga të këqijat e vetvetes tonë dhe nga të këqijat e veprave tona. Kë uzon Allahu në rrugën e drejtë, nuk ka kush që ta humbë, dhe kë e humb Allahu I madhëruar, nuk ka kush që ta udhëzoj përpose me lejen e tij. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, ashtu siç dëshmojmë dhe deklarojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe I dërguar I tij sallallahu alaihi wasallam. Padyshim o vëllezër, kemi ardhur në një kohë ku mëkatet janë shtuar pa kufi. Kemi ardhur në një kohë ku asnjëri nuk do t'ja di se apo bën gjuna apo jo, apo e hidhron Allahun e madhëruar apo jo. Prandaj unë vendosa të flas sot për një mëkat që është përhapur pa kufi, I cili është shumë I dëmshëm edhe për njeriu që e ka, edhe për të tjerëve që I bën dëm me atë mëkat. E pikërisht ky mëkat është smira, është zilia. Smira dhe zilia o vëllezër është mëkati I parë që I është bërë Allahu në tokë dhe është mëkati I parë që është bërë në qiell. Në qiell nga ana e shejtanit mallkuar, kur e kishte zili Ademin alayhis salam, kur Allahu I madhëruar I tha: "O iblis, o shejtan dhe me lajkeve të tjera, bjerni sejdë Ademit alayhis salam në formë respekti. Të gjithë me lajket, të gjithë engjujt pa përjashtim, I ranë në sejdë Allahut madhëruar, I ranë në sejdë Ademit alayhis salam si respekt ndaj Allahut te bareke ve teala, duke zbatuar urdhrin e Allahut te bareke ve teala. Ndërsa iblisi, shejtani mallkuar, nuk ranë sejdë, nuk ju përul Ademit alayhis salam në formë respekti dhe si bindet në Allahut te bareke ve teala. Prandaj kur Allahu e pyeti, çfarë të bëri ty që të mos I bish në sejdë Ademit alayhis salam kur unë të urdhrova ty? Tha: "O Allah, unë jam më I mirë se ai. Mua më ke krijuar prej zjarri, ndërsa atë e krijove prej balte." Pra këtu tregoj me ndjemallësinë e vet dhe zilin e madhe që kishte ndaj Ademit alayhis salam. Pse? Sepse Allahu Ademin alayhis salam e ngriti. Allahu vetë njeriu e ngriti. Sot Allah I madhëruar: "Wa laqad karramna bani Adam." Sot ne e kemi nderuar binë Ademit, pra e kemi nderuar njeriu, thot Allahu I madhëruar. Po ashtu Allah I madhëruar thot: "Wa laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim." Ne e kemi krijuar njeriu. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Ne e kemi krijuar njeriu në formën më të bukur, në formën më të përsosur. Kur? Në momentin që ai beson, në momentin që bëhet besimtar në Allah, e në momentin që ai mohon, atëherë Allahu e ul në gradën më të poshtër dhe më të ulët. Pra, Allahu njeriu e ka ngrit me gjitha krijesat e tjera. Prandaj, domethënë iblisit la'natullah alayh, pra mallkimi I Allahut qoftë të, I erdhi natë, kishte zilit madhe për Ademin alayhis salam. Prandaj nuk I ranë sejdë. Prandaj dhe mëkati I parë që u bë në qiell është zilia, smira ndaj tjetrit. Prandaj edhe Allahu I madhëruar për shkak të zilis dhe smirës dhe që nuk I ranë sejdë Ademit alayhis salam dhe nuk I zbatoi urdhën e Allahut, Allahu e nxori nga mëshira e vet. Allahu e largoi iblisin, shejtanin mallkuar, nga mëshira e vet. Po ashtu edhe mëkati I parë që është bërë në tokë është zilia dhe smira. Dhe për këtë do t'ju tregoj historinë e dy bijve të Ademit alayhis salam, të cilën Allahu e shpjegon në Kur'anin familjar, për ta treguar njerëz që sa e dëmshme është xhelozia, smira, zilia ndaj të tjerëve. Allahu I madhëruar thek në Kur'an këto dy bijë të Ademit që njëri kishte emrin Kabil dhe tjetri kishte emrin Habil. Kabili ishte njëri I keq,
njëri i ligë, njëri smiranjos, ziliqar, ndërsa Habili ishte njëri i mirë, njëri i devotshëm, njëri që ja kishte frikën e Allahut te bareke ve teala. Dhe Allahu thot që një ditë prej ditësh ata vendosën të bëjnë kurban për Allahun. Në fakt në arabisht kurban do të thotë me ju afru Allahut. Kurbe do të thotë afrim për tek Allahu. Nuk do të thotë kurban vetëm me pre bagëti, jo. Do të thotë kurban në arabisht do të thotë me afru diçka lëmosh, qoftë prej kurbanit apo lëmosh nga gjërat e tjera. Dhe të dy këta vendosën të çonin një lëmosh për t'u afruar Allahut sa më shumë, për të bërë një vepër të mirë. Mirë po, domethënë kur shkon për ta bërë atë gjë, njëri e bëri me dëshirë edhe tjetri pa dëshirë. Dhe këto ajet do ta citojmë me lenin Allahut që të kuptojmë se si ndodhi ajo gjë. Thot Allah i madhëruar: "Watlu alayhim naba ibnay Adam bil haqq idh qarraba qurbana فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين." O Muhammed, thot Allah në Kur'an, o Muhammed, lexoju atyre smiranjosve, ziliqarve. Pra këtu po fliste edhe për çifutët, se çifutët ishin shumë ziliqar, shumë smiranjos. I urrenin njerëzit, i kishin zili njerëzit. Dhe Allahu i thot pejgamberit sallallahu alajhi wasallam: "O Muhammed, lexoju atyre smiranjosve historinë e dy bijve të Ademit, ashtu siç ka ardhur ty me vërtetësi plot, me qartësi plot, me saktësi plot. Lexoj atyre se kur ata afruan për Allahun një kurban, pra një lëmosh, një sadaka, dhe Allahu ja pranoi njërit dhe s'ja pranoi tjetrit. Po vëllezër, Kabili merrte me bujqësinë. Pra merrte me bujqësinë, kurse Habili merrte me blegtorin. Dhe Habili solli bagatin më të majme, bagatin më të mirë që donte më shumë. Pse? Sepse donte me u bind Allahut, donte me u afru Allahut, dhe këtë e bëri me gjithë dëshirën e tij. Kurse tjetri, Habili, merrte me bujqësinë dhe ai solli drithrat më të këqija, pra gjërat nga bujqësia, gjërat më të këqija, më të dobta. Subhanallah. I solli drithrat më të këqijat, më të dobtat dhe si me pa dëshirë. Nuk i solli me dëshirë, nuk i solli domethënë për hir Allahut ashtu siç duhet. Edhe Allahu i madhëruar ja pranoi Habilit kurbanin dhe s'ja pranoi Kabilit. Dhe në atë moment Kabili, ky njeri ziliqar, smiranjos, i tha vllajt vet: "Do të vrasë." Subhanallah, zilia, smira e vet. Pra, do të vrasë, do zhduk, do të shafe. La hawla wala quwwata illa billah. Shi smira, sa punon? Tha Habili, njëri i ditur, njëri i mençur, njëri i devotshëm. Tha: "Innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin." O vllajim, pse do të më vrasësh? Pse do të më vrasësh, çfarë të bëra? Se s'kam faj unë që Allahu pranon për të devotshme. Për atyre që ja kanë frikën Allahut. Bohu dhe ti që ja ka frikën Allahut, për atyre që ja kanë frikën Allahut, dhe Allahu pranon. Allahu pranon vetëm për të devotshme. Prandaj s'kam faj unë, pse do të më vrasësh? Innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Subhanallah. Dhe thot pastaj Habili i mençur prap, thot me që ke ndame dhe me mvra, thot le im basatta ilayya yadaka li taqtulani ma ana bi basati yadi ilayka li aqtulak inni akhafu Allah rabbul alamin. Thot nëse ti ngre dorë për mvra mua, Habili njëri i mençur, njëri i devotshëm, tha nëse ti ngre dorë për me mvra mua, unë s'ka për ta ngritur kur dorën me vrah ty. Subhanallah. Pse o vëllezër? Pse nuk e ngriti dorën Habili? Pse? A mos ishte më i dobët? Jo pashallah. Habili ishte edhe më i fuqishëm në fizik. Ishte edhe më i bukur, edhe më i devotshëm, edhe më i ditur. Prandaj dhe Kabili e kishte ziliqari. Dhe i tha: "O Kabil, o vllai, ki frikë Allahun, mos më vrit mua se Allahu pranon prej të devotshme. Allahu pranon prej të devotshme. Por ta dish tha, nëse ti e ngre dorën me vrah mua, unë nuk kam për ta ngritur kurrë me të vrah ty dorën. Asnjëherë po. Pse? A mos vallë kam frikën ty? Jo, ti e di shumë mirë që unë jam më të rrim se ty, jam më i fuqishëm se ty. Por nuk e ngre vetëm për një shkak. Shkaku është ky: inni akhafu Allah rabbul alamin. Tha unë jam kam frikën Allahut. Pra gjë e vetme që e pengoi Habilin për me vrah vllajën e vet, për me bërë njëjtën gjë që do bënte Kabili,
ishte vetëm frika për Allahut. Kjo e ndaloi. Ju kujtu frika në Allahut, ju kujtu fuqia e Allahut, ju kujtu ai i madhërismi që gjykon ditë gjykimit dhe të merr me dënimin e dhëmshëm nëse ti kundërshton Allahun dhe bën gjuna. Inni akhafu Allaha Rabbal Alamin, unë kam frikën e Allahut, o vëllezërit e mi. Kjo fjalë duhet të jetë dhe tek ne, duhet ta shoqëroj gjithë jetën o vëllezër. Nëse neve, domethënë, pleksemi me dikën, ndeshemi me dikën, zihemi me dikën, në momentin që ai do të bëj keq nga çdo anë, jo vetëm me vrasje. Thuaj kam frikën e Allahut, ja kam frikën e Allahut. Po të le Allahu, kështu thuaj. Kjo duhet të jetë, domethënë shprehja jon kur na ngacmon tjetri. Kur na cënon tjetri. Kjo duhet të jetë shprehja jon, ja kam frikën e Allahut, jo se sa kam fuqinë. Po pasha Allahun ja kam frikën e Allahut, prandaj unë nuk duhet të bëhem si puna jote, si sojyt, njëri i vështirë, njëri i rrezikshëm, njëri zullumqtar. Unë duhet të jem afër Allahut. Dua të kem frikën e Allahut ashtu siç Allahu më urdhron. O vëllezër, sa njerëz sot o vëllezër janë ziliqarës me anjos dhe duan të marrin gjërat e mira të tjerëve. Ai ziliqar sa që kur sheh që tjetri po ecën në jetë, thot, sikur ti iki aty, thot, subhanallah. Ziliqari këtë ka. Mi po vëllezër, historia nuk mbaron këtu. Ai e vendosi tashmë, e shtyu vetja vet, Kabili e shtyu vetja, thot Allahu, fatawat lahu nafsuhu qatl akhihi faqatala. Imagjino vëllezër, njeriu që s'është i devotshëm, që s'ka ka frikën e Allahut, edhe pse i tha ja ka frikën e Allahut, por nuk të po të vras. Allahu pranon për devotshëm, s'ke pse të vret, s'të bëra gjë. Prap ai e shtyu vetja vet. I erdhi natë më shumë, i erdhi zili më shumë dhe e vrau vllajën e vet. E shtyu vetja thot Allahu dhe e vrau vllajën e vet. Fa asbaha min al-khasirin, thot Allahu, dhe kështu Kabili u bë prej të humburve. Pra e humbi botën tjetër. U fut në xhehenem për shkak të mëkatit të tij. Shiçaj tha Habili, njëri i devotshëm. Pra i tha ja kam frikën e Allahut. Unë jam Allahu pranon për devotshme. Tha nëse ti ngre dorën për me vrarë mua, unë s'e ngre dorën. Unë tha, pra vazhdon, njëri i mençur tha, unë preferoj më shumë që ti të mbartësh mëkatin tim dhe mëkatin tënd dhe të bëhesh për të humburve. Këtë preferoj më shumë. Unë po të këshilloj të kesh frikën e Allahut, por nëse e ke nda mendjen, preferoj më mirë të jem unë viktima se sa të vrasun ty edhe pse jam më i fuqishëm. Subhanallah. Dhe kështu Kabili u bë shembulli më i keq i cili e vrau vllajën e vet për hiç asgjë. Për çfarë? Për zili. Prandaj mëkati i parë që është bërë në tokë nuk është vrasja, është zilia. Se me anë zilis ai arriti pasaj të vriste vllajën e vet. Prandaj o vëllezër, mos i keni zili të tjerë. Le të ecim në jetë. Le të kemi subhanallah. Sot Allah më dhuroi në Kur'an, am yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allahu min fadli. A mos vall njerëzit i kanë zili të tjerë për shkak të mirësive që ka dhënë Allahu? Pra ti mos vall e ke zili tjetër vetëm se ka dhënë Allahu. Ja ka dhënë Allahu. Ka ecjet, elhamdulillah thuj. Allahu ja shtot mirësitë. Mund është nga sprovu Allahu mos të kemë. Ndoshta kjo është më mirë për mua. Ndoshta do jem më i devotshëm me Allahun. Ndoshta në xhenet ka përgatitur gjëra të mëdha për mua Allahu. Fundja, kjo botë është kaluese. Edhe nëse ka ai dhe unë s'kam, fundja të dy në varë do përfundojmë. Të dy s'kemi përmarrë gjë me vete. Prandaj pse ta kemi zili? Prandaj dhe profeti sa çata nuk ka zili të lavdrueshme, nuk duhet të ketë zili përveç të dy gjëra. Kush janë ato dy gjëra? Zili duhet kesh kur dikujt Allahu i ka dhënë dije të hajrit dhe ti ke dëshirë të kesh si ai dije, pa dëshiruar që ti i ke aty dija. Jo, po ke dëshirë të kesh si ai dhe të punosh me atë dije. Ta shpërndash atë dije, bësh njëri i hajrit. Kjo lloj zili lejohet, sepse ti nuk dëshiron që ti i ke aty, por ti dëshiron që të punosh edhe ti si ai. Dhe rasti i dytë kur lejohet zilia, thotë profeti sa, është kur Allahu një njeriu ja ka hap rrezikun, i ka dhënë pasuri pafund. Edhe ky me këtë pasuri e shpërndan rrugt të Allahut, i jep sa më shumë lëmosh dhe sadaka. Dhe ky tjetër që s'ka thot, sikur kisha edhe unë si ai, pa ju paksu ati, pa i kur ajo pasuri ati. Kisha edhe unë si ai dhe t'jepja edhe unë si ai. Kjo lloj, domethënë zilie është e lavdrueshme për shkak se nuk është për keq. Kurse zilit e tjera, ato të shojnë shkatrim, para se ta dëmtojnë tjetrin, dëmtojnë në radhpar këtë personin. Se çfarë bëri ky? Vrau vllajën e vet. E vrau vllajën e vet për hiç asgjë, për një zili. Mi pa di çfarë thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tash.
Thot, çdo vrasje që bëhet në tokë, mëkati i shkon Kabilit. Pse? Sepse ky ishte shembulli kryesor që e mori këtë rrugë të keqe. Do marrë gjunahet e gjithë vrasësve në botë, po pa jo paksu asgjë këtyre tjerëve. Për shembull, në Izrael, që vrasin palestinezët. Ata do të kenë mëkatet e tyre, pa jo paksu asgjë. Mirë po, do të ketë hise, do të ketë pjesë edhe Kabili, për kaq se ky e mori shembullin e parë. Dhe profeti sallallahu alajhi wasallam tha në një hadith, kush bëhet shembull për mirë dhe njerëzit e ndjekin këtë shembull, do të marrë shpërblimet e tyre, pa ju paksuar këtyre asgjë nga shpërblimet e tyre. Do të marrë shpërblimet për veten edhe për këta. E nëse bëhet shembull për keq, dhe njerëzit e marrin për shembull këtë person për keq, do të marrë mëkatet e tyre, pa ju paksuar atyre asgjë nga mëkatet e tyre, dhe ky do të vuaj dënimin e Allahut. Po ashtu edhe Kabili do të vuaj të gjitha dënimet. Ati shtohen mëkatet, ati shtohet dënimi, ai është në xhehenem, dhe po vuan mëkatet e gjithëve atyre që do ta bëjnë në ditë Kiametit. Prandaj ajo smir që ti ke ndaj dikujt nuk është e lehtë. Nuk përfundon as ose nuk bëron një gjë të madhe. Nuk e vrava apo. Jo vallai se ajo gjithë jetën të han për brenda, derisa arrin në një moment që kalon në vrasje apo në mëkate të tjera që i bëjnë padrejtësi këtu më radh. Vallai ne dim raste konkret këtë kohë. Subhanallah. E keni ndoshta keni dëgjuar si lajm që dy taksixhi, vetëm se i mori klientin para, ai e plagosi atë tjetër. Ndoshta do mund ta kishte vrarë, po e plagosi s'është e lehtë. Tha, ti do marrësh bukën e gojës. O vlla, e mori para, dakor. Tu jemi dakor. Islami do drejtësi, është me drejtësi çdo gjë. Po, ti kishe drejt, duhet ta merresh ti sepse ti ke rrallë. Dakor. Por, a është e drejtë që ti për shkak se mori një 5000 lekë apo 10000 lekë apo 20000 lekë më shumë se ty? Është e drejtë të marrësh jetën? A ka balancim këtu? Subhanallah. Për disa lekë ti marrësh jetë njeriu, pra derës gjatë. A ka sens kjo gjë? Nuk ka sens. Prandaj njeriu më ç'a bën? Kjo zilia pra, kjo zilia, pse ta ket ai? Pse e mori ai kështu më radh? Kjo zilia shtyn njeriu të bëjë vepra të këqija, ti vras të tjerët. Ama kjo përfundon ke pastaj. Sepse as ai nuk fiton. Ky që do vrasi, do shkojë në burg, apo do vritet në vende ku vriten njerëzit. Kurse ai tjetër do shkojë në varr. Domethënë asnjë prej këtyre dyve nuk përfitoi nga zilia e këtij personit. Apo edhe tjetër mund të ketë zili. Pra zilia është mëkati më i urryer, më i shëmtuar, që asnjëherë nuk vjen me të mira, përveç ato dy raste që thekëm, që nëse ne i kemi me qëllim të mirë ato dy raste, vallai kemi përterës përpara. Kurse zilit e tjera vallai shkatrojnë njeriu komplet. E shkatrojnë edhe atë që ka zilin, edhe atij që i bëhet zilia. Me anë të zilis njerëzit kanë bërë magji të tjerëve. To shkatrojnë jetën, ti ndaj nga familja e vet. Kjo zilia, ky mëkat i shëmtuar, ky mëkat që i ha veprat e mira, sikur ha zjarri drut. Subhanallahu alazim. Dhe shiko çfarë thot pastaj në fund. Shiko njeriu me dimak, njeriu ziliqar, nuk kthehet nuk të Allahut kollaj. Pastaj Allahu të thot, "Fab'at Allah", se aty kishte nis jeta njerëzimi subhanallahu, sa kishte revoluzuar jeta, atëherë s'kishte asgjë domethënë. Njerëzit sa kishte zbritat e bjerë selam, sa ishin shtu njerëzit avash avash, subhanallahu, sa kishte revoluzuar jeta, nuk është se kishte diçka të madhe, kishte përparuar çdo gjë. Dhe shiça thot Allahu, "Fab'at Allahu ghuraba yabhathu fil ard." Tashi Kabili nuk dinte çfarë bënte me vllajën e vet vdekur. Se sa kishte filloi jeta, s'dinte ai ta groposte, nuk dinte të varoste. Dhe duke nejt kohë, duke pa gjakun e vllajt vet dorë kështu më radh. Vjen Allahu dhe sjell një shembull. Thot Allahu dërgoi dy sora. Dhe sorat ka një shembull të keq. Pse nuk solli Allahu zogj për shembull, ose plug. Solli sora, sepse sora shpreh atë llojin e keq, sherrin. Subhanallah, jo besutin që kanë sot, po 5 sorë domethënë do të si keq. Jo kjo lloj besutin. Jo. Ne po themi që sora e Allahu solli sorën si shembull të keq që ke bërë një mëkat shumë të keq. Dhe dy sora duke u zënë me njëra tjetrën, njëra e vrau tjetrën. E vrau. Dhe mas një goditje dhe vrau ngordhi, hapi një grop. Hapi sora gropën. Ka shembull ja solli Allahu për t'ia mësuar çfarë bësh me vllajën tënd. Hapi gropën dhe groposi. Shiça thati me ndjemadhi tash i prap. Tha, mjeri unë, tha Kabili, po si ka mundësi, ka që i pa aftë që ka mundë sa të bëjë sa kjo sora, që të mos e varose vllajën tim, dhe hapi dhe i gropën,
më shembull kjo sora, e hapi gropën, mbarosi vllajën e vet, dhe shisha thot Allahu, fa asbaha minan nadimin, thot u bë prej të penduarve. Pse u pendu Kabili o vëllezër? U pendu për mëkatin që bëri? Jo, me devasia se la. U pendu thot Allah, u pendu për shkak se nuk bëri kaq sa bëri kjo sorë. La ilaha illallah, shime devasia. Se ti ishte pendu me ky mëkat, Allahu kishte për të falë. Siç ja fali Ademit alayhis salam. Ademi alayhis salam bëri gjuna, tha o Allah, unë dhe gruaja ime bëm gjuna, na fal neve, po s'na mëshirove, dhe s'na fali dhe do të humbim. Dhe Allah e fali Ademin alayhis salam bashkë me Havan. Kurse ky Kabili nuk u bë pishman për mëkatin, u bë pishman pse nuk arriti të bënte sa kjo sora. Domethënë, o vëllezër, keni pa njerëz sot. Ai nuk është pishman pse ka vjerë pasurit tjere padrejtisht, është pishman pse nuk volla më shumë. Ai nuk është pishman pse nuk mori sa më shumë, pse ka marrë kamat deri tani. Po është bërë pishman pse nuk mora më shumë kamat, pse nuk mashtrova më shumë. La ilaha illallah. Shoh njerëzit e devijuar, njerëzit që kanë zilin shpirt në vete, njerëzit që kanë me devasin vete. Prandaj ai u bë pishman pse nuk u bë sa kjo sora. La ilaha illallah. Në që vllajën e vet e gjakosi e bravo. Dhe në përfundimi pastaj kush ishte? Përfundimi për këtë xhehenemi Allahu. Dhe që thotë Allahu tashi, min ajli dhalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighayri nafsin أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. Për këtë arsye, thot Allahu, për këtë arsye e shpjegoi historinë e dy bijve të Ademit, Kabilit dhe Habilit, dhe thot pastaj, masi ndodhi gjithë historia, thot, për këtë arsye ne i urdhëruam bijt e Israel, pra shifutët. I urdhëruam ata që kush vret një njeri padrejtisht, dhe ose pa bë padrejtësi në tokë, domethënë. Nuk ka bë padrejtësi ky person, ka qenë njëri i mirë, njëri domethënë jo i padrejtë. Kur shevret këtë lloj personi, atë zesti ka vrarë gjithë njerëzimin. Pra i ka shkruajt Allahu që të ndalen vrasjet o vëllezër, dhe çish ato nga ana tjetër. E kush e ngjall, çfarë kuptimi? Pra kush bën shkak që një njeri të mos vdes. Për shembull, dikush, kemi shembull sot plot, dikush shkon det dhe mbytet, domethënë gati për mbytje, shkon tjetër shpëton. Kush e shpëton një jetë të Allahu, është njësoj sikur të shpëtuar gjithë njerëzimin, se kaq kishte mundësi. Edhe ky që vrau, kaq kishte mundësi. Subhanallah. Prandaj o vëllezër, këtë temë që e ka sot nuk është për qëllim, është për qëllim të madh, që të largohemi nga zilia dhe nga smira, dhe gjithashtu të largohemi edhe nga vrasja. Se para 3-4 ditësh e gjutë mirë ju. Pun 3 orësh, vran 3 persona. Për çfarë? Për hiç gjë. Për Zotin e Madh. Po të shosh lajmin përse janë vrarë, për hiç gjë. La ilaha illallah. Prandaj o vëllezër, kemi kujdes, t'ia kemi frikën Allahut, t'i kthehemi Allahut, t'ia kemi frikën atij. Dhe gjithë këto smira, zili, dhe këto lakmit këshia, dhe këto vrasje për çfarë vijnë? Kush është arsyeja e vetme? Arsyeja e vetme se njerëzit s'e kanë frikën Allahut. Kjo është, s'ka rrugë tjetër, vallahi. Njeriu po të ketë frikën Allahut, nuk bën vrasje, nuk ka zili, siç ishte Habili, që ngeli shembulli më i mirë deri ditë Kiametit. Subhanallah. Pra ai pse nuk e vrau vllajën e vet? Pse nuk i kishte zili vllajën e vet? Sepse ai ja kishte frikën Allahut. Edhe njerëzit sot, pse vrasin? Pse vjedhin? Pse bën padrejti në shkatrimin tonë? Se kanë frikën Allahut, nuk mendojnë se do dalin një ditë para Allahut te barake wa taala. Elus Allahu në madhruar, që Allahut na përmirësoj gjendje, se vallahi shoqëria po shkon sa më shumë po afrohet devijimit. Shumë po afrohet devijimit rinia. Prandaj keni kujdes o vëllezër, këshillojini njerëzit. Është bë gjaku i njerëzve si ujë. Të derdhet si ujë, sikur të ishte diçka pa vlerë. Aq më tepër subhanallahu, aq më pa vlerë është bë gjaku i njeriu, saqë nuk krahasohet as me kafshën. Sot e ngren qenin, që është kafshë shpifur, që kush e marr shpifën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, do t'i shkruan, domethënë do t'i ikin dy male me sevape, do t'i ikin. E nëse nuk ka 2 male me sevape, do t'i ngarkohen 2 male me gjunahe. Ai person që marr qen shtëpi kot, e marr shtëpi. Kurse ai që marr për shumë për arsye, për të ruajtur shtëpinë kush më radh, për jashtë s'ka problem. E rëndësishme, domethënë qeni, kjo krijesë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e shpjegoi që është e urryer, nuk hyn me lajë në shtëpi që ka qenë, po mbahet sikur të ishte mbret. Qeni po ushqehet
në shtëpi duke fjet me njerëzit e shtëpisë, Allahu na ruaj. Kurse nga ana tjetër kur vritën njerëzit, u der gjak njeriu s'ka problem. Subhanallah. O vëllezër, ti kthehemi Allahut, t'ia kemi frikën Allahut, të bëjmë më të devotshëm, subhanallah. Çfarë fitum në kjo botë? Në kjo botë e ndyrë, në kjo botë e ulët, çfarë fitum? Çfarë fitove ti që ngarkove me pasuri të madhe, që bëre vila, që patë makinat më të mira, çfarë fitove? 2 metra dhe do shkosh. Ti e di këtë gjë, ama po ta rikujtoj edhe një herë. 2 metra dhe ke për të marrë. Dhe një qefin me vete. Qefini nuk ka xhep që të marrësh lek me vete. Wallahi. Prandaj o vëllezër, kthjellohemi subhanallah. Të kthjellohemi. Por mos harrojmë edhe këtë që ne jemi para kiametit. Dhe para kiametit ndodhin çuditëra. Domethënë ai që bën padrejtësi quhet i drejtë, ai që bën drejtësi quhet i padrejtë. Jemi në kohë që janë përmbys gjërat të vëllezër. Këtë mos ta harrojmë. Prandaj dhe profeti sallallahu alajhi wasallam lidhi me vrasjet çfarë tha? Para kiametit do shtrohen vrasjet. As vrasësi nuk di pse ka vrarë, dhe as i vrari nuk di pse është vrarë. Dhe sot kemi raste plot. A keni dëgjuar për vrasësin me pagesë? Ai me pagesë nuk e di pse po e vret tjetrin. Thjesht i thotë tjetrit, "Na ka shlek ma vrit." Nuk e di pse po vret. As i vrari s'di pse është vrarë, nga i erdhi. Pra kjo kohë ka ardhur sot. Prandaj ne paktën pak a shumë ndryshojmë diçka sa të mundemi. Nëse shohim dy veta në konflikt dhe tjetri thotë do ta vras pashazovin, ma ka sill majdunës. Ki frikë Allahut, ki frikë Zotit, leri Allahut, mos u ka bë padrejti. Mos e der gjakun e njeriu. Këshilloni o vëllezër, këshilloni sa më shumë. Allah shpërblet me mira për durimin.